Përshëndetje miq, të ndëgjojmë këtë video dhe t'i tregojmë popullit se pse duhet me votue Albin Kurtin, kryeministrin e tashëm të Kosovës. Shkojmë edhe të diskutojmë bashkë vizion prapë. Besoj që për 24 vjet, përvoj punë që unë i kam politinë në Kosovë, në jetën time profesionale nuk kam pa ma shumë informata të rrejshme se sa gjatë kohës që unë jem këtu në veri. Bilet pikërisht për shkak përmirërimit të dezinformatave, ne shumë shpejt që ndoshta edhe në 2 vjet nuk e kishim liru Banjskën. Po e kemi liru sa kemi mund më shpejt, me porosin gazetarëve që mos më lëshu rrugë kryesore, që mos më dalë në përmal, sepse ende nuk e kishim verifikuar komplet. Edhe ju e dini që edhe 1 javë mas anej ose 2 javë ne kemi verifikuar ata zhvoni që edhe 5 zolla tjera që u dashëm u verifikuar që qytetarët mos më rreziku, po e liru pikërisht për tonë. Dezinformatat kanë që kanë qenë shumë të rrezikshme për neve, që qytetarët nuk kanë marrë nga bukë, jenë me të mana, nuk kanë ujë me pi, edhe tash u dashë ose me liru të Banjskën, ose me i pru ushqimet mana, edhe me i pru kamionat me ushqime mana. Neve ma shumë na bëjnë përshtypje ato që na e dim çka po ndodhin, jo ato çka na e dim që sin të vërteta. Besoj që Pra, kjo fjalimi i Veton Elshonit, komandantit policisë në Mitrovicën e Veriut, miq të dashur. Kështu që e ndëgjut vetë se çfarë është në gjendje të bëj opozita me gjithë gazetarin e Kosovës, për fat keq po themi thonë e Kosovës, Shqip Forca, se këta e Shqip Forca që shtin në rrejtje e rrajnë, e dezinformojnë se kishë policia s'pas ka pas as buk me hongër, as qizme, as kpuc, as armatim. E pra mi të dashur, se pse duhet të votohet Albin Kurti? Miq, ju bëj lutje për i tokët e në qelë. Ju faktet për ndëgjoni vetë. Faktet po dalin për ditë e ma shumë po dalin në rrjetet sociale. Këtu janë fakte, nuk janë rënë. Se tonë njohëm se kush është Veton Elshoni. Për kom punon ku punon. Kështu që unë i besoj këtina, por jo opozitës. Unë i besoj kryeministrit, por jo opozitës. Tu i ditë që 20 vjet opozita s'ka mendu kur për neve. Si popull, si prind, si fëmijë, si popull i Kosovës, përgjithësi, mos i specifikoj. Nuk kam mendu kur. E si me marrë guximin në me shku me allon opozitës votën, pa marrë parasysh kush është në opozitë. Po jo bre kur. Kur e njetë. Unë e votoj një njeri që më respekton mu, që më pagun mu. Mu personal, jo, po foli, sikur unë jem populli i Kosovës. Edhe, për këtë arsye, kush punon për ty, ti punon për ta. Kush ndihmon ty, ti ndihmon atina. Kjo është ajo miq të dashur. Sepse veç të japi votën, pse kam dal, miq, kush e re, ka të ndarë, ose në mahallës, ose simpatizoj, nuk bën bre, nuk japet vota ashtu bre. Vota është e shajt bre. Vota shumë e shajt. Duhet me ditë njeri ku për jap votën, pse për jap votën. Mos e bën interes gji, me dhënë votën për interes juve. Ata që i japen. Mos i shqit në vedën o shqiptar për pak pare, për 20 euro, 15 euro për i paqe cigare. Jo që dhe për 5 milion nuk shqitet vetja, se jemi shqiptar. Nuk na lejon dërgjegja ne me shqit vetën. Miq të dashur, ju respektoj të gjithëve. Si pozit, si opozit. Edhe kalofshin ditë sa më të mirë. Respekt për secilin.